Kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi në datën 16 shkurt doli e dha një leksion për paraburgimin. A thua se ka hallin e qytetarëve. Burgjet janë plot, por gjithmonë në target nga marionetat e pushtetit mbahet spaku. Në fakt, burgjet janë plot për shkak të veprimeve që bën policia e shtetit dhe prokuroritë e juridiksionit të përgjithshëm. Spaku ka vetëm 3.35% të burgosurve, pra 33.5 veta në 100 të burgosur. Burgjet plot i ka mbushur prokuroria e juridiksionit të përgjithshëm, që është dështimi më i madh për shkak të nivelit të korrupsionit dhe të paaftësisë së reformës në drejtësi, që referon hallexhint për një cigare hashashi, për rregullimin e çatisë, për një gërvishtje makine. Ka peco në burgjet e njerëz dhe qelit janë plot. Sadushi jep leksione për paraburgimin dhe bën veprime me një tjetër qëllim. Skema është e qartë, nuk na thot nga erdhi ky mbi popullim, nga prokuroria e juridiksionit të përgjithshëm, nga prokuroritë e rretheve dhe policia e shtetit. Dhe tani na u kujtua Sokol Sadushi. E njëjta situatë ishte në 2024, 2023, 2022 e me radhë. Më rand në 2014-2015, kur Edi Rama, kryeministri i Shqipërisë, bënte thirrje. Arrestoni, burgosni për energjin, për ujin, se quhet vjedhje, kurse për drejtorët dhe zyrtarët e tij nuk është vjedhje. Dhe për ta u shqetësua tani Sokol Sadushi, i cili shkon dhe jep një leksion në datën 16 shkurt, në lidhje me paraburgimin, jo për hallin e qytetarëve, po për hallin e Erion Veliajt, i cili më 24 shkurt në gjykatën e apelit do të kërkonte të administrojë si provë ky leksion i Sokol Sadushit për paraburgimin. Dhe më pas në datën 9 mars, ndërkohë që pritej një vendim i kolegjit penal të nesërme në datë 10, ndërhyri Sokol Sadushi me një vendim të ndërmjetëm, duke lënë kolegët e tij me gisht në gojë dhe duke thënë se ju s'mund të merrni vendim. Unë po dal me një vendim të ndërmjetëm në lidhje me paraburgimin për një çështje të ankimuar, në lidhje me një vendim të kolegjeve të bashkuara. Më pas nëpër gazetat e pushtetit, të paguara nga vllai i kryebashkiakut Erion Veliaj, marionetat që luftuan kundër spakut filluan tezat se si Erion Veliaj po mbronte Belinda Ballukum, se shqiptaria.com ishte nismëtarja e çështjes së paraburgimit. A thua se Carlo Bolinos po i digjej barku për shqiptarët që do të vdesin në burgje, apo në fakt po i përvëloi për mikun e tij, Erion Veliaj? Për shqiptarët në burgje që mbi popullojnë qelit, nuk e vret mendjen kush, që të dalë Erioni ishte halli i madh, dhe filluan pas Sokol Sadushit të ciçërojnë edhe mediat e pushtetit, ku kulmi arriti me Mero Bazen, gazetarin e familjes Veliaj, dikur mik i dashur i doktor Berishës, që thot se opozita nuk duhet të kompleksohet nga teza e paraburgimit. Në fakt, sot në paraburgim ka një zyrtar me 13 akuza, që është Erion Veliaj, dhe me mijëra shqiptar që kanë mbushur burgjet kot së koti për vepra të lehta penale, për cilët duhet të shqetësohemi vërtet, por duhet të ndahet shapi nga sheqeri. Burgjet i ka mbushur plot prokuroria e juridiksionit të përgjithshëm, dhe loja për paraburgimin po bëhet për të liruar Erion Veliajin. Dhe këtu janë përfshirë publikisht, që nga kryetari i gjykatës së lartë Sokol Sadushi, deri te mbetjet mediatike si Mero Baze dhe të tjerë.